Të nderuar deputet, në emër të partisë që përfaqëson maqedonasit në Shqipëri, Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Evropian, dua të ngrej këtu para publikut shqetësimet e komunitetit maqedonas në Shqipëri, i cili vitet e fundit po përballet me një tendencë në rritje dhe përpjekje të vazhdueshme nga ana e autoriteteve bullgare për asimilimin e minoritetit tonë. 2 vjet më parë, vendi ynë miratoi ligjin për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë. Megjithëse në projektligjin e depozituar në parlament nga Ministria për Punët e Evropës dhe Punëve të Jashtme, parashikohej njohjen e 8 pakicave kombëtare ekzistuese: grekët, maqedonasit, vllejkët, serbët, malezezët, bosnjakët, romët dhe egjiptianët. Në momentin e fundit, vendi ynë ju nënshtrua presioneve nga Bullgaria me veton e anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe me këtë ligj u njoh një pakicë jo ekzistente bullgare në Shqipëri. Edhe atëherë, si komunitet maqedonas në Shqipëri, protestuam ashpër dhe u shprehëm se ishim kundër mohimit të drejtave dhe lirive të çdo personi, grupi qytetarësh ose komuniteti, por në këtë rast nuk bëhet fjalë për një pakicë bullgare. Nuk ka një pakicë të tillë në Shqipëri. Kemi argumentuar dhe vërtetuar që bëhet fjalë për ekzistencën e qëndësishme të pakicës maqedonse dhe se njohja e një pakicë bullgare do të thotë genocid për maqedonësit në Shqipëri. Në të njëjtën kohë, nënvizuam se Bullgaria do keqpërdorte qenien e saj antare e Bashkimit Evropian për të thelluar synimin e mësipëm, asimilimin e komunitetit maqedonas në Shqipëri dhe krijimin e një komuniteti bullgar inekzistent. Ligji nuk përcakton se ku jeton kjo pakicë në Shqipëri, por Bullgaria, duke u mbështetur në këtë ligj, ka shtrirë propagandën e saj në rajonet ku tradicionalisht banon pakica autoktone maqedonase në Shqipëri, në zonat e Prespës, Gollobërdës, Gorës, si në fshati Vërnik në zonën e Devollit. Në Shqipëri, sipas të gjithë fakteve historike dhe regjistrimeve të bëra vite më parë, përfshirë regjistrimin e fundit të vitit 2011, në zonat e Prespës, Gorës, Gollobërdës dhe Vërnikut, ku Bullgaria po kërkon një pakicë bullgare, ekziston një pakicë e veçpallur maqedonase që ka të njëjtin folklor, tradita dhe gjuhë si populli maqedonas në tërësi në të gjithë vendet e Ballkanit, jeton në zona kompakte në kufirin me Maqedoninë dhe ka një vazhdimsi territoriale me shtetin e Maqedonisë. Nuk ka asnjë lidhje me Bullgarinë. Kjo propagandë bullgare midis maqedonasve në Shqipëri është e njëjtë si në luftrat ballkanike dhe okupimi bullgar në luftën e parë botërore, kur sipas fakteve historike, ushtria bullgare ka kryer krime dhe përdhunime, sidomos kundër maqedonasve të besimit islam që jetojnë në zonat e Gorës dhe Gollobërdës. Dhe cili është ndryshimi sot nga e vërteta historike e krimeve bullgare kundër maqedonasve 100 vjet më parë? Bullgaria sot kryen agresion duke përdorur çdo mjet për të asimiluar maqedonasit në Shqipëri. Të nderuar deputet, pas njohjes së pakicës bullgare ka filluar fushata e asper e Sofjes për të mohuar dhe asimiluar pakica maqedonase në Shqipëri. Bullgaria çdo muaj po organizon ekskursione falas për të rinë nga Gora, Gollobërda, Prespa dhe Vërniku. Jep bursa për studime falas në universitetet bullgare, si dhe bursa falas për studime pasuniversitare dhe doktorature. Ambasada bullgare formon shoqata duke financuar projekte të ndryshme në zonat ku tradicionalisht jeton komuniteti maqedonas në Shqipëri. Një nga masat për të krijuar një pakicë artificiale bullgare në Shqipëri, të cilat Bullgaria e zbaton, duke përfituar nga situata e dobët ekonomike e pakicës maqedonase në Shqipëri dhe qytetarëve shqiptar së bashku, është dhënia e pasaportave bullgare për të gjithë qytetarët shqiptar. Maqedonasit dhe shqiptarët paguajnë mijëra euro për të marrë pasaportë bullgare dhe të shkojnë për të punuar në perëndim, duke përdorur privilegjet e vendeve anëtare të BE-s. Ky është një biznes me vlerë miliona euro që funksionon jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shumë vende jo të BE-s, si Maqedonia, Kosova, Serbia, Ukraina, Moldavia e të tjerë. Në Bullgari, prokuria bullgare ka proceduar edhe hetuar zyrtar bullgar të përfshirë në biznesin e pasaportave bullgare. Sigurisht, ky biznes me pasaportat bullgare është një problem për Bullgarinë dhe Bashkimin Evropian. Kur vendi ynë do të bëhet antar i Bashkimit Evropian, besoj se të gjithë këto përpjekje të propagandas bullgare do të bien në ujë, duke shpërthyer si një fluks sapuni. Atëherë asnjë qytetar shqiptar nuk do t'i paguajë Sofjes në mënyrë fiktive, duke u deklaruar si bullgar, si kusht për një pasaportë bullgare për të arritur në tregjet dhe privilegjet e Bashkimit Evropian. Kjo propagandë bullgare është intensifikuar veçanërisht në prag të regjistrimit të ardhshëm që do të zhvillohet në tetor të këtij viti, në mënyrë që Bullgaria të justifikojë politikën agresive, por edhe paratë që harxhon me çdo kusht për të nxjerrë një pakicë bullgare në Shqipëri. Shqipëria duhet të thotë hapur se përpjekja e Sofjes për të asimiluar maqedonasit në Shqipëri si bullgar nuk është fqinësi e mirë, por një sulm i hapur ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Shqipërisë, dhe është një ndërhyrje e rëndë e Bullgarisë në punët e brendshme të Shqipërisë. Agresioni ndaj komunitetit maqedonas në Shqipëri nga kushdo nga jashtë nuk është vetëm një agresion ndaj maqedonasve,
por është agresion ndaj shoqërisë shqiptare në tërësi. Jemi bashkë në zhvillimin e Shqipërisë, por së bashku duhet të jemi në mbrojtje të çdo pjese të shoqërisë shqiptare. Shfrytëzoj rastin të informoj qeverinë shqiptare, parlamentin dhe publikun që javën e kaluar ambasadori bullgar në Tiranë vizitoi Bashkinë e Pustecit, e cila është e banuar nga një popullsi 100% maqedonase, ku u takua me autoritetet lokale në këtë bashki. Në takim, ambasadori bullgar kërkoi nga autoritetet lokale në shkollat e Bashkisë së Pustecit, ku sot mësimi zhvillohet sipas ligjit në gjuhën maqedonse dhe shqipe, të mësojnë gjuhën e bullgare. Sigurisht mori përgjigje negative nga autoritetet lokale në Bashkinë e Pustecit dhe popullsia lokale maqedonase, pasi maqedonasit nuk kanë asnjë interes të mësojnë gjuhën bullgare. Maqedonasit në Shqipëri nuk kanë asnjë interes të mësojnë gjuhën bullgare sepse gjuha e tyre anëtare është maqedonase, sepse ata kryesisht janë shtetas shqiptar dhe janë maqedonas në origjinë. Ambasadori bullgar premtoi se Bullgaria do të dhurojë kompjutera për shkollën në qoftë se mësohet gjuha bullgare. Ai gjithashtu interesohej për rezultatin e një regjistrimi pilot të mbajtur në disa fshatra të komunës së Pustecit në tetor të 2019-s nga Istati, për të cilën ai mori një përgjigje se Bashkia e Pustecit nuk ishte përgjegjëse për këtë regjistrim dhe se kjo është një punë e Instatit. Instati zhvilloi një regjistrim pilot në një pjesë të territorit të Shqipërisë, përfshirë edhe Bashkinë e Pustecit. Rezultatet e këtij regjistrimi pilot, i cili gjithashtu përfshirë edhe Bashkinë e Pustecit, me siguri nuk ishin në përputhje me pritjet e Bullgarisë. Prandaj është kjo ndërhyrje e rëndë e ambasadorit bullgar në punët e brendshme të Republikës së Shqipërisë. Të nderuar deputet, i bëjmë thirrje qeverisë shqiptare, ministrive dhe autoriteteve përkatëse, si edhe komunitetit ndërkombëtar në vendin tonë, që t'i përgjigjen këtyre aktiviteteve nga ambasada bullgare dhe Sofia zyrtare në kundërshtim me Konventin e Vienës për marrëdhëniet diplomatike dhe ndërhyrjen e ashpër në punët e brendshme të Republikës së Shqipërisë. Kërkojmë nga Shqipëria të investojë në zhvillimin e zonave ku jetojnë maqedonasit, pasi ato janë zonat më të varfër në Shqipëri, të lëna pasdore për 30 vitet e fundit, për të përmirësuar kushtet e jetesës dhe të si shtet dhe shoqërinë nuk duhet të lejojmë për shkak të vështirësive bashkëqytetarët tanë të bëhen viktima të përpjekjeve për muhim dhe asimilim të Bullgarisë. Ne u bëjmë thirrje institucioneve shqiptare që të mos i nështrojnë presioneve nga Bullgaria, e cila si antare e Bashkimit Evropian ushtron presione, shantazhe dhe kërcënime me vetëm bullgare. Ne u bëjmë thirrje institucioneve shqiptare që të ndjekin përpjekjet bullgare për të formuar artificialisht një pakicë jo ekzistente bullgare në Shqipëri. Në veçanërisht kërkojmë që Instati të ketë kujdes pasi qeveria në Sofje mund të ofrojë para për të paguar zyrtarët për të nxjerrë një përqindje të bullgarëve në Shqipëri. Të nderuar deputet, tani mund të pyesni veten pse Parlamenti i Republikës së Shqipërisë duhet të reagojë ndaj kësaj ndërhyrje të rëndë të Sofjes në punët e brendshme të vendit tonë. Por ju siguroj, me masat që do marrë institucionet shqiptare kundër këtyre përpjekjeve për të asimiluar qytetarët e tyre shqiptar me origjinë maqedonse, jo vetëm që do të ndihmojmë maqedonasit, por do të ndihmojmë Republikën e Shqipërisë në planin afatgjat, sepse krijimi një pakice jo ekzistente dhe artificiale bullgare në Pres, Gor, Golobër dhe Vërnik do të thotë të sjellësh instalimin rus Bullgaria e Madhe në Shqipëri.